nderuar delegat të Kuvendit të 10 zgjedhor të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, i nderuari kryetar zotri Ramush Haradinaj, i nderuari nënkryetari i Aleancës dhe njëherësh kandidat për kryeministër të Kosovës, zotri Ardian Gjini. Të nderuar mysafir, të nderuar kandidat për deputet, përfaqësues të degëve, përfaqësues të mediave dhe të gjithë ju anëtar të Aleancës, mirë se vini në Kuvendin e 10 zgjedhor të AK-s. Sot është një ditë e veçantë dhe vendimtare për rrugtimin politik të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe njëherësh në këtë ditë rikujtojmë vlerat demokratike dhe vizionin e së ardhmes së vendit. Në këtë ceremoni madhështore, Aleanca sot përmbyll një proces të brendshëm zgjedhor. Andaj për të hapur zyrtarisht punimet realisht të Kuvendit zgjedhor, më lejoni që të ftoj për një fjalë rasti sekretarin ekzekutiv të Aleancës, zotrin Lulzim Leci. Të nderuar të praneshëm, ju faleminderit për pjesëmarrjen sot dhe për angazhimin e jashtëzakonshëm gjatë gjithë procesit zgjedhor të brendshëm të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka nisur procesin e brendshëm zgjedhor në shkurt të këtij viti dhe deri më sot ka mbajtur kuvendet zgjedhore në të gjitha degët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në Kosovë, në diasporë, në Aleancën e Gruas dhe Aleancën e të Rinjve. Delegat për kuvendin e sotëm zgjedhor të deleguar nga degët dhe organet tjera të partisë janë 632 delegat. Nga komisioni verifikues kemi prezent sot që janë nënshkruar deri më tani 570. Me këtë konstatoj se kemi korum për të vazhduar punimet e kuvendit dhe me këtë rast shpall të hapura punimet e kuvendit 10 zgjedhor të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Si pika të rendit të ditës sot janë zgjedhja e kryetarit të Aleancës për mandat 4 vjeçar, zgjedhja e Këshillit të Përgjithshëm të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe ndryshimet statutare që kanë të bëjnë me shtimin e një pike në statutin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, që ka të bëjë me zgjedhjen e kryetarit të nderit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, zotin Ramush Haradinaj. Dhe në fund, ju njoftoj se pas pjesës ceremoniale të këtij kuvendi, ne delegatët të cilët janë prezent sot, do të kthehemi në sallë pas një pauze të shkurt për të filluar punimet e kuvendit. Faleminderit, na prifte mbara. Një falendrim për zotrin Leci, ndërkohë në këtë moment më lejoni që të ftoj në foltore njeriun që i dha forcë dhe sakrificë dhe udhëheqje dhe pa lëkundur drejtimit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, kryetarin zotrin Ramush Haradinaj. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Uluni ju lutem. Uluni. Faleminderit shumë. Të nderuara delegate, të nderuar delegat të kuvendit të 10 zgjedhor të Aleancës, të nderuara e të nderuar kandidat për deputet të listës 128 të Aleancës, që jeni prezent këtu nga Kosova dhe diaspora. I nderuar kryetar Ardian, barçi listës 128 të Aleancës dhe mandatar i Aleancës
për kryetarin e qeverisë së Republikës Kosovës. Shumë të respektuar kolegë të kryesisë së Aleancës për Armërinë e Kosovës, nën kryetar, antar, të respektuara kolege nga kryesia e Aleancës Grush, kryetare dhe në të gjitha nivelet kolegët Aleancës Grush, të respektuar të rinj nga Aleanca e Trive të Kosovës, kryetare e rinisë dhe kolegë, deputet të nderuar të Kuvendit Kosovës, shefi grupit parlamentar, kryetar të komunave të Aleancës për Armërinë e Kosovës, kryetar të degëve, shumë të dashur e të respektuar kolegë të kryesive të degëve, të kryesive të nëndegëve, Aleancë e Grush, Aleancë e Trive në komuna, dhe ju njerëz të terrenit, antar të Aleancës. Faleminderit ju gjithëve, po ashtu, simpatizant të Aleancës, votues të Aleancës të cilës do kohë, mbështetës, donator të Aleancës, faleminderit shumë. Nga zemra sot, ju uroj Kuvendin e 10 zgjedhor. Ju uroj ju Aleancë, ju urojmë Aleancës, po edhe Kosovës e kombit ju urojmë Kuvendin e 10 zgjedhor të Aleancës për Armërinë e Kosovës. Që nga mosha e re, që fëmijë, e deri në 31 vjeç, shërbimin ndaj adhut e kam bërë si shërbim për shirim. Ka pas nderin të jem ushtar dhe komandant i ushtrisë lirimtare të Kosovës. UÇK, faleminderit për jetë, faleminderit për jetë UÇK. Faleminderit për jetë UÇK. Faleminderit për jetë bashkëluftar. Faleminderit. Faleminderit shumë. Nga viti 2000, nga mosha ime 32 vjeç, kam shërby Kosovën dhe kombin si kryetar Aleancës, i Aleancës, si prish i juj. Kam pas nderin të zgjedhem deputet në çdo legjislaturë. Kam pas nderin të zgjedhem kryeministër 2 herë me mbështetjen e juj. Faleminderit Aleancë, faleminderit Aleancë, faleminderit Aleancë për rrugtimin bashkë. Nga sot, do të vazhdoj të shërbej Kosovës, do të vazhdoj të shërbej kombit, si njeri nga ne, si njeri nga ju. Shërbimi për Kosovën, shërbimi për kombin, nuk përfundon kur. Për jetë me ju Aleancë, për jetë Aleancë. Faleminderit shqiptarëve ndërbreza, shqiptarëve ndërbreza, për sakrificën e madhe, për liri e për shtet. Faleminderit ju Aleancë, për sakrificën e madhe, për liri dhe për shtet, për demokraci. Faleminderit Amerikë, faleminderit alatët tonë, faleminderit për jetë. Sot, kryetar Ardian, une, Aleanca, besojmë ty, besojmë të jesh prisi ynë, të jesh prisi Kosovës, të besojmë të prish listës tonë, listës më të mirë, që është këtu me ne, të prish Kosovës. Ashtu si kam besu vetës në rrugtimin tim, ashtu i besoj Ardianit, ashtu i besoj Aleancës. Për jetë me ty, Ardian, për jetë me Aleancën. Qytetarët Kosovës, vëllezër e motra në Kosovë, që
Çdo ditë e kalojmë bashkë. Gjaku ynë, vllazën e motra në diasporë, kur nuk ju ndajmë nga ne, kur, jeni gjaku ynë. Po ju bëj thirrje sot. Shërbeni Kosovës. Unë i shërbej edhe sot Kosovës dhe kombit me mos kandidimin tim. Po ju thirri ju me i shërby Kosovës me votë për 1-2-8, për listën e Aleancës, për njerëz më të mirë që i ka veni, që i ka Kosova në këtë listë, e cilëve ju pri njeri më i mirë i këtij veni, Ardian Gjini. Dashur qytetarët Kosovës, dashur vëllezër e motra në diasporë, votoni 1-2-8, votoni 1-2-8 për zhvillim, mu zhvillu ky vend me mbetrin ija këtu. Votoni 1-2-8 për siguri të vërtet, përjetshme, qëndrueshme. Votoni 1-2-8. Votoni 1-2-8 për energji tonën e jo të armiqve tonë. Votoni për energji që e prodhojmë Kosovë, 14 miliard që mëri kemi në vend, e jepi miliarda armiqve tonë me ble rrymë, mos lejoni me vazhdu kjo, mo ju lutem. Votoni 1-2-8. Votoni 1-2-8 për siguri përjetshme, jo për siguri ditës. Na nuk kemi vend tjetër, kemi e këtu të njetën këtu në Kosovë, kemi e këtu në Ballkan. Na duhet siguria e përjetshme, e qëndrueshme. Na duhet aleanca me Amerikën dhe alatët e sigurisë. Mos lejoni, mos votoni kërkën që rrezikon këtë aleancë. Mos e rrezikoni sigurinë e Kosovës. Votoni 1-2-8 për mirëqenie. Mos loj mas një njerit tonë pa punë. Mos loj mas një njerit tonë pa të ardhura. Mos loj mas një qytetar pa sigurim shëndetësor, pa sigurim pensional, pa dignitet, jo për social, për dignitet, për vend zhvillum, për njerëz që kanë të ardhura, që kanë paga, që janë zotë e vetës, që mu i vendosin për vete. Mos vazhdojmë kësaj rrugë. Votoni 1-2-8. Votoni 1-2-8 për Kosovën, shtet fort, e zhvillum. Rënoft Kosova, rënoft Aleanca. Faleminderit shumë, Zoti Haradinaj. Ndërkohë në këtë moment, Milioni që për ta prezantuar kandidatin për kryetar të Aleancës për Ardmërinë e Kosovës, zotrin Ardian Gjini, dhe për ta lexuar biografinë e tij, kam nderin ta pres nënkryetarin e Aleancës, njëkohësisht shef i grupit parlamentar dhe deputetin më aktiv në Kuvendin e Kosovës, zotin Besnik Tahiri. Faleminderit shumë. Rënoft Kosova, rënoft shteti, rënoft Ramushi. Spota qore pa e thonë kështu se na va shumë emocione, na preku shumë, po na boni edhe shumë krenar. Faleminderit Ramush, faleminderit kryetari jonë. Të nderuara delegate dhe delegat të këtij kuvendi madhështor, të kësaj ngjarje historike për subjektin ton politik, të dashur miq anë kont Kosovës e nga diaspora, sot që na keni nderu e që jem bashkë këtu. Të respektuar luftar liris, po ju shoh shumë atje, një aplauz për ju. Për krahas që kur nuk e lat Aleancën
dhe Ramushin vetë. Faleminderit nga zemra. Nderuar zonja dhe zotëri, sot në këtë kuvend tonin nuk po flasim vetëm për një nominim politik të kryetarit tonë Tarshëm Ardian Gjini. Sot po flasim për një histori sakrifice, për një përkushtim të pashoq dhe për një besim në subjektit politik pa kur një kalkulim të Aleancës për Armiqin e Kosovës në liri dhe në shtetin e Kosovës. Po flasim për rrugën e një partie që nuk është ndërtu në interesat ngushta e në kalkulime elektorale. Po flasim për një subjekt politik që ideal e ka pas lirin, e ka shtetin dhe dignitetin kombëtar. Po flasim për Ramush Haradinajn, që ndërtoi një parti politike që ishte themeli i shtetit dhe nuk ishte parti që kërkon pushtet. Ai ndërtoi një forcë politike. Ai ndërtoi një forcë politike që në gjitha etapat i mblodhin njerëz më të mirë të këtij vendi, për të shërbyer lirisë, pavarësisë dhe shpërndërtimit të Kosovës. Kjo rrugë nuk ka qenë e lehtë. 2 herë, në 2 pozita, kryeministri jonë është dashur me dhënë ndërheqje. Por asnjëherë, edhe atëherë ku na u ndërprej rruga, nuk u lodhëm dhe nuk u nalëm dhe nuk u tërhoqëm. Sepse kjo parti bazohet në parimet forta e të fuqishme se duhet me i dalë zot këtij vendi. Çdo njeri prej jush këtu, pa dyshim i keni pas sakrificën dhe munin e ju për me majtë këtë parti të fortë që do tjetë edhe më e fortë. Dhe sot kam nderin që para jush t'i them disa fjalë për kolegun tim Ardian Gjinin, që po e bëjmë një aplauz edhe për Ardianin. Ardian Gjini është një ndër figurat e vetme në shtetin e Kosovës, i cili gjatë karrierës së tij politike e ka përmbyll ciklin e shërbimit për vendit para luftës, gjatë luftës, me njëherë mas lirisë dhe në gjitha funksionet publike. Ai e ka përvojën e veçantë si askush tjetër. Ka shërbyer në komunë, ka qenë i zgjedhur në komunë, është kryetar komune, ka qenë ministër dhe mbi të gjitha. Ka qenë krahu i djathtë në çdo etapë, si në liri, si në luftë, si gjatë kohës në burg i Ramush Haradinajt, dhe asnjëherë nuk është dorëzuar. Andaj, me nder dhe respekt, me përgjegjësi të madhe, nominoj Ardian Gjinin për kryetar të Aleancës për Armiqin e Kosovës. Urime Ardian. Faleminderit shumë zoti Tahiri, e sigurisht është e natyrshme që në këtë ceremoni të kemi edhe momente emocionuese, por njëkohësisht edhe momente krenarie për këtë rrugtim politik të Aleancës. Ashtu si që prezantoj edhe zoti Tahiri, më lejoni dhe kam nderin që taftoj kandidatin për kryetar të Aleancës, kryetari i Gjakovës për 3 mandate, si dhe kandidat për kryeministër zotrin Ardian Gjini. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit gjithëve. Shumë faleminderit. Faleminderit. Shumë faleminderit. Delegate, delegat, vëllezër, motra, miq të Aleancës, mysafir dashur që jeni sot këtu në këtë kuvend të jashtëzakonshëm, kuvendin e 10 të Aleancës për Armiqin e Kosovës. Është krenari me qenë një prej jush, është krenari me qenë pjesë e kësaj partije kaq të jashtëzakonshme, njerëzve kaq të jashtëzakonshëm. Shumë faleminderit secilit prej jush. Po që jam i emocionuar edhe unë, sikur secili prej jush.
absolutisht. Edhe pavarësisht faktit që kur dalin me folë në momente egzistoj edhe bëm gati edhe na rregullojnë fjalime, gjithë çka ndodh, prap se prap duhet me nis diqyshun, duhet me nis diqysh se çështë jam mësu, me nis diqysh pak më ndryshe. Edhe po e nisi veç me një pyetje pa çuditshme, e di që është e çuditshme. Me pyetjen a është politika altruizëm. Çfarë do të thonë altruizëm? Do të thonë me pas njerëz të cilët japin gjithçka për vendin, për kombin, për njerëz që i rrethojnë, por nuk lypin kur gjon kthim. A është? E po ju tregoj që bota e mençme ka vendosur moti që nuk është kret, po e ka vënë në binar normal. E ka vënë në binar normal. E ata që këtë kohën thojnë që janë altruist, faktikisht janë këtë kundërta. është një farë sistemin cilin kanë thonë na kur gjë s'marrim, na as nuk kem parë nëpër banka. Kur gjë nuk kem na, veç japim. Në fakt, që është rrena më e madhja që ka ndodhur në historinë e njerëzimit. Rrena më e madhja në historinë politike të njerëzimit është që njerëzit thonë që na jemi ata që veç japim. Pse e nisa kështu? Mi u tregu që në botë ka altruizëm, ka. Të vërtetit janë luftarët e lirisë. Kushdo që o nis me luftu për vendin e vet, pa rrog, jo konskript, jo i rekrutum, po vullnetar, kushdo, e ka tregu momentin e vetëm që ekziston kur mundemi diçka me qujt altruizëm, se ka shku me bo diçka për vendin e vet, për popullin e vet, pa e dit najher a ka me marrë diçka, bile tu e rreziku krejt që ka pas. Edhe prapë ju tregoj pse e nisa kështu. E nisa kështu se kem rri si popull, si vend, në një moment kur mohohet altruizmi i vërtet i njerëzve që kanë dhonë gjithçka për vendin e vet, e mashtrohet opinioni me altruizmin fals. Krejt fals. Krejt fals. Mashtrohet njerëzit mi u tregu që ata që e kanë ullë kryt, kur o duhet me që u kry, për lirit vendit, qojnë kry tash. Për që to nisa, edhe për me dalte, ajo që në një kuvend kësisoj të aleancës është absolutisht e pashmangshme, është e ndershme edhe është historike. Unë duhna me folë për i ku po e lypi besimin tuj, për i cilit moment po e lypi besimin tuj. Po e lypi besimin tuj mas Ramush Haradinajt. Duke e ditë që Ramush Haradinaj nuk ka qenë vetëm kryetar partije, është simbol i Kosovës, simbol i lirisë, po është edhe simbol i politikës mençme edhe normale që ka ndodhur në Kosovë. Për 30 vjet, edhe ma shumë, edhe për vitet që nashta na nuk i dim, po i kem një najherë në do biseda tepër intime, tu na kallëzu do njerëz serioz, njerëz ma serioz në botë që edhe kur shumë prej nesh nuk e kemi ditë çka po ndodh, dikush shokon të bisedu me Ramushin qysh me shtjeru venin. Tashi, unë e kom këtë privilegj me i ditë këto detaje. Po mos harroni ka shumë që nuk i dinë, po edhe një gjë duhet i ditë. Kur nuk kanë me pështu të pashkrume historitë e jashtëzakonshme të Kosovës, të popullit Kosovës, popullit shqiptar, edhe të Ramush Haradinajt. Nuk kanë me pështu të pashkrume. Kushdo që mendon që e shkruan fals, edhe njerë po ju tregoj, prej zemrës po ju flas. Njerëz të rritun e dinë që një ditë nuk kanë me jetu në këtë botë. Është natyrë, është Zoti, është natyra, qysh doni thirrni. Kretë çka ka me u majt mend është çka kemi lënë mas. Se me i thonë prapë fjalët e vetarëve, kur gjë me veti s'kem me marr. Kretë me çka ka mu mat, secili prej nesh është çka lojmë mas. E çka lojmë mas, unë për ju thëmë juve që
ka me qenë shkrume, me shkronjat arta, po edhe një gjë do jemi ditë. Jam absolutisht I bindun që nuk ka përfundu, kryetar Haradinaj, nuk ka përfundu, jam I bindun që nuk ka përfundu shkrimi I historisë që ka bo Ramush Haradinaj me familjen e vetë për Kosovën. S'ka përfundu. Duhet me të vërtet me pas të ngullun mrena një altruizëm që e thash në fillim edhe një ndjenjë që rrallë gjenë me punu me një njëri I cili edhe në momentet më të zërshme, në momentet që e kishin thy se cilin njëri, gjenë fuqi prap me kujdes për tjertë, edhe unë e kom thonë. Mrekullimi nuk ndodh se dikush e ka një ide gjeniale, po, ndodh edhe ashtu. Nuk ndodh mrekullimi se dikush e gjen një formul fantastike matematike. Mrekullimi ndodh kur e sheh që njëri I cili duhet me pranu ngushëllime I ngushton ata që I ka për rreth. Edhe unë këto kom pa, edhe shumë për jush këto keni pa. Edhe kjo është krejtësisht e veçantë. Për që to është krejtësisht e veçantë me folun për këtë temë sot. Tashi duhet me I thonë edhe do fjalë krejt personale, kryetar. Jëm bëj pjesë në grupin e njerëzve që edhe ka të flet me non edhe digjyshe e provoj me korrigju veten edhe çado që të bëj digjyshe ja kthej një far pasqyrë vetes. Po ekziston vetëm një njeri cilin unë me 100% bindje e kom thirr edhe komandant, edhe kryetar, edhe kryeministër, edhe jeti, kërkon tjetër hiç. Po që ka pas Kosova kryeministra, ka pas kryetar tjerë, I kom thirr, edhe komandanta plot, po I kom thirr se e meritojnë, po ty të kom thirr se e kom ditë që ashtu. Dhe për ty. Edhe, në fund, për 26 vite që kom shërby në udhëheqjen tonë, nuk ja kisha hek as një minut. Kur nuk e kisha ndru as një minut të vetëm të punës që unë edhe jam absolutisht I bindun këtë kolegë tonë e kanë bënë në udhëheqjen tonë. Faleminderit kryetar. Tashi, po du me bo pjesën tjetër, fjales sime, edhe me ju tregu ato që shumë për jush e dini qa besoj. Këtë besim timin në Kosovën, në ju nuk e kom ndërtu vetën, e kom ndërtu me ju, e kom ndërtu me kryetarin tonë, me se cilin për jush, me kolegë, me njerëz, me dashamir, kemi ndërtu bindje me provu me u afru të ajo pika e altruizmit, me u afru të ndjenja të pakten me unina mirë në likurën tonë që jemi të dhonë ma shumë se sa jemi të pranu. Edhe unë jam absolutisht I bindun që nëse ka parti politike që e ka trasume këtë ndjenjë, është aleanca. Nuk jam të e thonë, veç pëse unë jam aleanca, nuk është krejt subjektive pëse na jemi aleancë. Jam të folë seriosisht me ju, se na I kem pa krejt skenën për 25-6 vjetë. I kem pa krejt, I dim që ndodhë, kur dikush që I ofron krejt vjen pushtet dhe nuk jep kur gjo, e dim. Po, na jemi ndryshe. Jemi ndryshe dhe ndoshta nga një herë që sot prap isha të kujtu, ndoshta pse jemi ndryshe, ndoshta pse kemi guxu në momentet saktume me I thonë ato që kem besu, e që shumë kush ka prit që duhet me ju dhonë një ondër fals, ndoshta edhe na ka kushtu. Po unë po besoj që nuk guxojmë me hekdor. Nuk guxojmë me hekdor, se fundi I fundit edhe një herë krejt që ka me u matë, është që kalojmë mas. Edhe unë e kisha njës këtë pjesë me diçka që e kom të huajtur, e kom marë prej dikuj. Nuk është e jamja, po e kom përqafu seriosisht. Edhe ajo është një fjalë që e përdor një popull tjetër jashtëzakonisht I përvujtur, që me mira vjet është end botës.
e që janë populli izraelit, ata kanë një fjalë në gjuhën e tyre është ma komplikuar s'po e them kom shkru, por diqysh në anglisht thuhet never forget, kur mos harroni. Kur mos me harru. Na I kem dy gjana që nuk duhet kur me I harru. Kur. E para është qysh kemi mri deri këtu, kush o kon me ne kur kem rreziku me u gjbo prej këtij vendi. Kur mos harroni. Kur mos harroni kush janë popujt dhe kombet që kanë qëndru me ne, që na u kanë gjetë afër kur kem rreziku gjithçka. Nuk duhet me harru. Nuk bon me harru, nuk guxojmë me harru. Po nuk bon me harru dhe tjetrën. Nuk bon me harru. Kur mos harroni kush na u ka gjetë afër, edhe kush janë konat atjerët, mos harroni kur. Nuk po dua as me I përmend. Shqiptarët nuk bon me I harru këto dy gjona, kur nuk bon me I harru. Edhe kjo nuk është e thjesht vetvetiu, se e mojmë nën man. Po mos harroni se kush I harron miqt, I përsërit armiqt. E kush I harron armiqt, bëhet, një shok jam I thot bëhet lolo. Mos I harroni. Mos me harru nuk nën kupton kurse si. As mu hakmar, as mos me mri mu pajtu, nuk nën kupton, veç nën kupton mos me harru. Nuk besoj që gjejmë shprehje më të mirë që mundet me qenë edhe kompas moral I Kosovës. Mos me I harru miqt, edhe mos me I harru ata tjerët. Mos me I harru. Veç që kaq. Tash e di që kemi me fol për fushat, kemi me mbajt fjalime, kemi I dhon premtimet, patjetër, kemi me bë këtë punë. Sot nuk është zyrtare, po këta kanë nis, po e nisim edhe na. Mu jemi thonë që populli jon duhet me I ditë me kuptu qatë pjesën e demagogjisë, sot du më nalë të disa sen, edhe me godo. Pyetje retorike janë. Veç me thonë kështu, që pjesa mos me harru. Qysh bën me I cenu kret aleancat edhe me I ofru popullit siguri. Nuk bën, jemi të ballafaqu me situatë këtil, me paradokse. Kitë cenohen, tjetër në kohë thot, dojmë paqe dhe siguri. Nuk bën, e cenojmë vetë. Nuk bën kërqysh me e mbyt ndërmarrësin e me ju premtu popullit zhvillim ekonomik. Nuk bën, nuk shkojnë bashkë. Nuk ka shans me shku bashkë. Nuk bën me I friksu qytetarët e Kosovës këtë kohën, edhe me ju thonë, keni mu bot lumtur. Njerëz të friksum nuk janë të lumtur. E friksimi nuk vjen veç prej kojshive, friksimi vjen edhe prej pasigurisë, çka ka me ndodh nesër. Qysh ka mu sjell dikush mas nesër? A kemi me qenë sigurt në punët tona? A kemi me qenë sigurt në rrugët tona? Që s'janë kry po na vdesin njerëzit. Nuk mundet me ndodhë që në të njëjtën kohë me cenu fjalën e lirë edhe me premtu demokraci, qysh nuk mundet me ndodhë me ndërsy njerëzit kundër njëri tjetrit, me I bo armiq me zveti vllaznit, edhe me I thirr në solidaritet, në vllazëri edhe në patriotizëm. Kur nuk duhet me bo kështu, edhe aleanca, kur nuk ka me bo kështu. Për këto tema, për mos me harru, për mos me I bo njerëzit kundër njëri tjetrit, për me e dasht vendin, për me zhvillu vendin, aleanca kur nuk ka nevoj me andru rrugës vetë asnjë presje të vetme. Edhe nuk kemi me andru asnjë presje të vetme. Garanca ma madhe është secili edhe secila për jush që është sot këtu, edhe unë edhe një herë du me ju thirr, mos me hek dorë prej rrugës që kemi nisë, se kjo rrugë ka me qenë rruga e fitores për ne. Kënë fund? Du me thonë që na duhet me pa botën prej kondit jonë, prej Kosovës. Na duhet me pa që ka na rrethon, edhe kur flasim për miqt, edhe kur flasim për ata tjerët, duhet me fol edhe për çka është kite afërt me ne. Shikoni, Kosova duhet me ndërtu marrëdhënie me Shqipërinë të atilla që nuk kanë me unë varë kur nëse vjen dikush I çuditshëm në pushtet. Edhe që këtë kohën të tregon çfarë dashnie ka, këtë kohën ishte njerëzit kundër njëri tjetrit. Kosova dhe Shqipënia duhen me pas institucione cilat punojnë bashkë.
ekonomi, inteligjencë, integrim ekonomik, edhe vizion përbashkët evropian. Duhet me ndërtu këto që mos më varë mo, se ku me ditë nashta mas një 20-30 vjetë vjen edhe në i qmendu tjetër. Edhe prap na tensionohet situata, jo. Njerëzit kanë provu me ndërtu sistemet përbashkëta, jo veç fjalë, jo veç me valvit flamurin, po me ndërtu koncept sigurisë që ka nisë me kryeministrin Haradinaj, koncept bashkëpunimit, koncept poster ekonomik. Kosova duhet me i tregu krejt rajonit që na jemi realitet i pakthyeshëm, jemi pjesë e pakthyeshme e Evropës, edhe që demokracia jonë ka me jetu, gjithmonë. E të Serbia, që e përmenda një herë, që ka me bo, më falni, Kosova duhet me u qkap prej kthetrave të padukshme të ndikimit Serbis të na. Mos harroni, Kosova është në kthetra të padukshme të ndikimit prej dikuj që s'na do. Edhe faj kem na, Kosova ka faj. Jo unë, jo Ramushi, jo Besniku, jo Blerina, po një pjesë e jona kanë faj. Se e kem bo pjesë të vendimeve tona, se çfarë do vendimi që e marrim na duhet pak me kthy kryt që o ka ndodha me. Kosova duhet mu qkap, total. Kosova duhet me njek rrugën e vetë, pavarësisht çfarë vendime merr Serbia, pavarësisht ana nje. Fundit, Kosova kur gjo Serbis nuk i ka premtu. Historia jonë me ta është të dhemshme. Kanë tentu me bo gjenocid, diku kanë bo, kanë vro, gra, bura, fëmi, i kanë djek gjallë. Kur mos harroni, që ashtu ka ndodhë, po nuk guxojmë me të pengë. Nëse s'dojmë na njoftë, kur mos na njohim, as na nuk i njohim ata, po rruga jonë duhet mu qkap, prej kësaj logjike, duhet me dalë prej kësaj logjike. Duhet me dalë prej kësaj logjike, hiç kur mos na njohim. Po na nuk guxojmë këtë botës me i thonë, na nuk mujmë më zhvillu se kemi problem. Ato, na nuk mujmë me ndërtu demokraci se kemi problem. Ato, pra po kthejnë atë ai populli ma i përvujtu në botë. Edhe kur tonë kanë thonë, kretë dojmë me të gjbo, ka thonë e një përvoni me më gjbo, ju po unë e regulloj veten, edhe s'ka me mujtë kërkush me më gjbo. Kjo duhet me qenë doktrinare për Kosovën. Nëse dikush përvon me na gjbo, na du me thonë e përvo. Po na kemi mi bo një shtetë fort, një ekonomi të fort, kemi i rujt aleancat e përjetshme, edhe veç kanë me na këqyr, edhe ndoshta po ju tregoj në momentin që nuk ka me na u desht kur, që atyre edhe kanë me thonë s'kem qa me ju bo këtëne, edhe kanë mu dërzu. Po përderisa na japim mesazh që na duhet diçka prej tyne, na jemi të rshit në gropen në cilën nuk duhet me rshit. Edhe ka dikush në qeveritë Kosovës që nuk e ka kuptu, ka dikush që na keq kupton, po për shembull na ju japim shembullin ton, se dim që kur ka qenë Ramush Haradinaj kryeministër ka thonë nuk kom fort nga mu marrë me ju, du mi pavarësu Trepçën, du mi pavarësu sistemin energjetik Kosovës, du mi bo ushtrinë e Kosovës, ju merri me çka doni. Që kjo doktrina jonë, që kjo duhet më konë doktrina jonë, që rruga jonë. Kretë në fund të dashur delegate, i dashur kryetar Ramush Haradinaj, kolegë, mitë që jeni, deputet, kandidat për deputet, vllazën e motra, unë besoj fort që kretë që ka po folim sot është e arritshme. Shumë besoj që është e arritshme. Se na nuk jemi të nisë mo prej tokës, jemi të nisë prej një ndërtesë të jashtëzakonshme që e kemi ndërtu me ty kryetar bashkë deri sot. Jemi të nisë prej besimit që e kemi drejt për Kosovën, që nuk jemi të rajt, që nuk jemi të mashtru, që nuk jemi fals. Jemi të nisë prej bindjeve që i kemi ndërtu këtu me qindra, sa jemi e me 10 mira sa në Kosovë. Nuk jemi të nisë prej zeros. Edhe kjo nisje, në të forcë, është e mundshme, na mujmë, Aleanca mundet, Kosova mundet, na mujmë me ndërtu kapacitetet të reja energjetike dhe ato shpejt edhe duhet. 2 herë i kem nisë. 2 herë na i kanë këput, a dini kush na i ka këput? Njerëzit këtu që ose janë lajthit totalisht, ose që kanë pas mision tjetër. Qysh mundet
dikush me qenë shqiptar i Kosovës, ose edhe bosnjake, çka do tjetër, edhe turk, edhe me thonë Kosova s'duhet me prodhu energji vetë. Edhe kjo është e paradoksi, duhet me dalë për këtyne kthetrave, që to janë kthetrat e padukshme për cilat ju fola ma përpara. Që njerëzit edhe pa vetdije bojnë diçka që është kundër interesit popullit tonë. Na duhet me ndërtu infrastrukturë që nxit zhvillim, hekurudha, autostrada, mosu turpnohi, se janë të poshtër njerëzit që e kanë bo popullin e Kosovës mu të turpnu se përbojmë autostrada. Se qata me kthetrat padukshme na u kanë infiltru, mës me guxu me i thonë dikuj që përbojmë autostrada e urat gjata e tunele. Nuk duhet mu të turpnu, duhet me shku mund qatë drejtim, edhe shpejt. Duhet me bo ligje edhe norma që e çlirojnë potencialin kryus njerëzve, jo me utut njerëzit me qenë ndërmars, jo me utut njerëzit me kryu, duhet me çliru atë potencial, edhe prap muim edhe dim. Alianca mundet edhe din, edhe Kosova mundet edhe din, veç duhet me u çliru prej kthetrave të padukshme. Duhet me mri edhe të siguria, e cila nuk është veç fizike, është edhe ndjenjë. A mihet e sigurt një qytetari i Kosovës, një ndërmars, nëse e ka një kontest. Sovjet duhet mu endë në përgjygje. A e perceptojmë në sigurinë edhe a transmetojmë atë siguri të investitori huj, të investitori diasporës, të investitor tonë, apo këtë kohën e friksojmë edhe lypim me qenë zhvillum edhe të lumëtën. Muj me i bo shpejt, këto bohen shpejt, duhet me i bo shpejt. Kosova ka njerëz, Alianca ka njerëz me i bo shpejt. Edhe njëherë, këtë në fund, energji, siguri, energji edhe zhvillim është slogani ynë. Po që ka konotacione perëndimore, po prap mos harroni, ata që provojnë me na bo, me na ardhë marre, pse e dojmë Amerikën edhe Evropën, jënë kthetrat e padukshme që kanë hyrë në Kosovë. Duhem me dalë. 1-2-8, urime, faleminderit gjithëve, faleminderit shumë për besimin, jom i lumtun që jom një për jush. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, Zoti Kryetar Gjini, ndërkohë në këtë moment, bashkë me ju në këtë skenë, në këtë pjesëmarrje masive, do të prezantoj emrat e kandidatëve për deputet një nga një, të cilët garojnë me numrin 1-2-8. Me numrin 110, Durim Halilaj. Me numri 109, Tahir Qitaku. Një 108, Adil Maloku. Me numri 107, Argjenta Berbatovci. 106, Agim Muçaj. 105, Flaka Haziri. 104, Luljet Leci. Me numri 103, Agron Poluzha. 102, Valdet Nuraj. Me numri 101, kandidatja Arjanita Hajdini. Me numri 100, Balim Muharemaj. Me numri 99, Malsore Ramosa Januzaj. 98, Bajram Mulaj.
97 Ram Bislimi, 96 Rudin Berisha, 95 Flamur Shala, 94 kandidati Gjelbrim Halili, 93 Lumnie Haxhiaj, 92 Mumin Morina, me numrin 91 Nikson Daka, me numrin 90 Drin Veselaj, me numrin 89 Albana Shahini Hetemi, 88 Baki Feta, me numrin 87 Donjet Shiaku, me numrin 86 Arben Kiqina, me numrin 85 Arton Gavazi, 84 Fitore Hulaj, me numrin 83 Fatmir Gashi, kandidati me numër 82 Luan Morina, me numrin 81 Agon Hana, dhe me numrin 80 Gazmen Syla, me numrin 79 Blinera Gashi, me numrin 78 Frashër Brahimaj, me numrin 77 Olsa Dragusha, me numrin 76 Agron Kajtazi, 75 Anjeza Tahiri, me numrin 74 Abdyl Nasser Sefa, me numrin 73 Faruk Smajli, me numrin 72 Leona Berisha, me numrin 71 Nezir Gashi, me numrin 70 Prek Prekaj, me numrin 69 Adelina Culaj, me numrin 68 Salir Rexhaj, kandidati me numër 67 Enver Berisha, kandidatja me numër 66 Dafina Mulaj, me numrin 65 Bashkim Budakova, me numrin 64 Hasan Gjikokaj, 63 Sanie Thaçi, me numrin 62 Shuqri Peci, me numrin 61 Berat Duraku, me numrin 60 kandidatja realisht Saranda Salteku, me numrin 59 Naim Kuqi, me numrin 58 Arbnor Fazliu, me numrin 57 Albana Gërgjaliu,
Me numrin 56, Kreshnik Smajlaj. Me numrin 55, Blerim Bajramaj. Me numrin 54, Shpend Gjocaj. Me numrin 53, Remzi Bajselmani. Me numrin 52, Hidajete Maksutaj. Me numrin 51, Shkelzen Komoni. Me numrin 50, Daud Haradinaj. Me numrin 29, Hidajete Krasniqi. 48, Lindije Matoshi. 47, kandidati Afrim Oruqi. Me numrin 46, Labinot Bislimi. Me numrin 45, Labinot Skovërçani. Me numrin 44, Dugagjin Vezvesaj. Me numrin 43, Barbana Peja. Me numrin 42, Fatime Lika. Me numrin 41, Mensut Ademi. Me numrin 40, Ferdinand Kolaj. Me numrin 39, Gjelal Krasniqi. Me numrin 38, kandidatja Alberta Binqe. Me numrin 37, Basri Sula. Me numër 36, Bujar Ukimeraj. Me numrin 35, Figjirie Dragaj. Me numrin 34, Ukshin Thaçi. Me numrin 33, Kushtrim Gjemajli. Me numrin 32, Herolinda Avdili. Me numrin 31, Sejde Belanica. Me numrin 30, Albulena Komani. Me numrin 29, Herolind Haskaj. Me numrin 28, Luan Halimi. Me numrin 27, Besmire Bytyqi. Me numrin 26, Enver Hoti. Me numrin 25, Dardan Krasniqi. Me numër 24, Vildane Latifi. Me numër 23, Alberton Sahiti. Me numër 22, Labinot Panja. Me numër 21, Nita Efendia Brovina. Me numër 20, Ali Berisha. Me numër 19, Faton Jakupi. Me numër 18, Tringa Morina. Me numër 17, Flamur Fetahaj.
Dhe kandidati me numër 16 është Agron Bacaj. Me numër 15 Gjevahire Zhuniqi. Me numër 14 Fatmir Iska. Me numër 13 Ahmet Isufi. Me numër 12 Teuta Haxhiu. Me numër 11 Ramush Haradinaj. Kemi mbritur tek 10 e fundit, me numër 10 Agim Qeku. Me numër 9 Djelza Kukaj. Me numër 8 Avni Arifi. Me numër 7 Burim Ramadani. Me numër 6, kandidatja Albana Bytyqi. Me numër 5, Arber Tolaj. Me numër 4, Beg Berisha. Me numër 3, Time Kadriaj. Me numrin 2, Besnik Tahiri. Dhe me numrin 1, Ardian Gjini. Këta ishin të gjithë kandidatët për deputet të cilët do të garojnë në zgjedhje të 7 qershorit. Ju priftem para të gjithëve, ndërkohë lejoni që t'ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen tuaj dhe për këtë atmosferë madhështore të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Po i ftoj të gjithë kandidatët në skenë. Ju falemderit të gjithëve për pjesëmarrjen tuaj dhe për këtë atmosferë madhështore në këtë kuvend zgjedhor. Ju njoftoj që do shkojmë në një pauzë të shkurtër dhe pastaj në sallë kthehen vetëm delegatët e kuvendit zgjedhor. Ju falemderit dhe ju priftem bara.